Falënderimet I takojnë Allahut të lartë madhëruar, atë e falenderojmë, atë e madhërojmë, atij I përulemi, prej tij ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi vullin e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili e çoi në vend amanetin, mesazhin e Zotit dhe e la ummetin e tij në rrugën e drejtshme, në rrugën që deshti I madhi Zot. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ato të cilët pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën që të takojmë Allahun e lartë madhëruar. Të nderuar vëllezër besimtar, thot Allahu I lartë madhëruar: e hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A menduan njerëzit të thonë se kemi besuar dhe të mos provohen në këtë jetë? Pa dëshim se njeriu në këtë jetë do të sprovohet, njeriu në këtë botë do të përballet me sprova të ndryshme, me trazira të ndryshme, dhe besimtari duhet të jetë I qëndrueshëm ka shi sprovave që do t'i paraqitin jetën e tij. Hadithin që e transmeton Ukbe ibn Amri radiallahu anhu, Zoti qoftë I kënaqur me te, I cili kanë dëgjuar shumë hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kohën e sprovave, për kohën e trazirave. Dhe thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paraprini, shpejtoni në vepra të mira, në punë të mira, në kohën e trazirave, në kohën e sprovave. Ndodh që njeriu të zgjohet besimtar në Allahun në mëngjes, ndërsa në mbrëmje të zë pa besimtar. Dhe ndodh që në mbrëmje të jetë besimtar, ndërsa kur zgjohet në mëngjes, zgjohet pa besimtar. Dhe e shet fen e vet për një interes shumë të vogël kësaj dunjaje. Dhe sahabët radiallahu anhum, Zoti qoftë I kënaqur me ta, e pyeten: ja Rasulullah, e ku qëndron shpëtimi, si shpëtohet? Dhe I porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 3 porosi madhështore. Ruajini gjuhën e juaj, qëndroni në shtëpi dhe qani për mëkatet e veta. Ky hadith madhështor, sepse përmban 3 porosi madhështore. Porosia e parë, ruajtja e gjuhës. Ruajtja e gjuhës. Një organ shumë I vogël, por që ka një vlerë shumë të madhe. Njeriu me gjuhën e vet mund të flas mirë, por mund të flas edhe të kundërtën, të keqen. Njeriu me gjuhën e vet mund të zbus shumë zemra, mund të përfitoj shumë zemra, por mund edhe të hidhroj shumë zemra. Kjo gjuhë e cila do t'jetë edhe dëshmuese në ditën e gjykimit, ku Allahu thot në Kur'an: yawma tashhadu alaykum alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Atë ditë kur kanë me dëshmu gjuhët e juaja, atë ditë kur kanë me dëshmu duart e juaja, atë ditë kur kanë me dëshmu këmbët e juaja, për atë që ju keni vepruar në këtë tokë të Allahut azza wa jall. Allahu I lartë madhëruar, kur e ka dërgu Muset edhe Harunin, 2 vëllezërit, I ka dërgu tek armiku më I madh, tek njeriu më I keq në tokë, tek Firaoni, I cili e qunë të vetën Zot. Allahu I porositi që kur të shkojnë tek ky njeri, I porositi: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kur shkoni ju mu taku me këtë njeri, kur të takoni këtë njeri, flitni fjalë të buta, nxirrni fjalë të ambla me gjuhët e juaja, se ndoshta ai do t'i kthehet Zotit, ndoshta do t'i friksohet Allahut të lartë madhëruar. Gjithashtu të nderuar besimtar, hadithin që transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudri, Zoti qoftë I kënaqur me te, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se gjitha gjymtyrët e trupit I drejtohen çdo ditë kësaj gjuha, duke I thënë: ke frikë Zotin, se krejt trupi jon mvaret nga jo se çka flet ti, se çka nxjerr. Lukman el-Hakimi, ky njeriu që përmendet në Kur'an, djalin e vet e këshillon dhe I thot:
nëse njerëzit mburën më të folur me oratori, ti mburu thot me heshtje. Pra të hadith tjetër, çdo mëngjes edhe në mbrëmje gjuha i pyet gjymtyrët e trupit, si ndiheni? Thojnë përgjigja është ne ndihemi mirë nëse ti flet mirë. Pra porosia ajo që kërkohet prej nesh o vëllezër të dashur, pra me pas kujdes me gjuhën tonë se çfarë fjalëve nxjerrim. Pra në kohën e trazirave, në kohën e sprovave, porosia është ruajtja e gjuhës. Porosia e dytë, qëndrimi në shtëpit veta. Para fundit, para ku në kohën e sprovave, në kohën e fitneve, do të bahen pra sprovët të mëdha, do t'jetë sprovë e madhe në shoqëri. Shoqëria do t'a kalojnë pjesë e madhe shoqërisë në kohë të kotë, do t'a kalojnë kohën këtë me vepra, me punë boshe, me atë që i ban dam, jo në gjëra të dubishme, jo në urdhërim të mirë dhe ndalim nga e keqa, por do t'a kalojnë kohën në thash e theme, në tha dhe i thash, që nuk ka hajrë. Në këtë kohë, porosit pejgamberët sallallahu alajhi wasallam, ma mirë është një për mi u ik sprovave, për mi u ik fitneve, ma mirë me qëndrua të shpinë e vetë, me përkujtu Zotin, me e madhuru Allahun e lartë madhruar. Nuk është qëllimi që ti me u izolu në shpinë e vetë, por qëllimi është muru sa ma shumë fitneve dhe sprovave. Mas mi marë tjertë në përgoj, me këqyrë të metat e vetë, mas mu marë ta një jetën ta në kohën, me e kalu me të metat e tjerve. Sepse dykush në adim, dykush e ka ushqim, kur merret me të metat e tjera, kjo është aja kinaksia e ti e jetës. Pra duke i numru çdo ditë të metat e tjera. E ne adim se pe islami të mirë është, njeriu mu marë me punë të veta, mas mu marë me punë të tjeri, mas mu marë me atë çka si takon. Pra me qëndru shpi. Nëse ti e shef dobishme pa tjetër mu afru në shoqëri, mu bashku për me urdhru të mirë, për me ndalu nga e keqja. Dhe porosia e tretë e këtij hadithi madhështor është vlla i dashur ti me qajt për mëkatin tënd, me u mërzit për mëkatet që ti i bën, për gjunahet që ti i vepron në jetën e përditshme. Ibrahimi alayhis salam, sa herë që e kujton të mëkatin e vet, sa herë që e kujton të gabimin binte të fik, derisa Allahu i të madhëruar e dërgon Gjibrilin dhe i thot, pse po mërzitesh? Allahu ka një selam që a ka mundsi. Ibrahimi është mik i Allahut azza wa jalla. Do kështu është i quajtur. Miku mu frikësu për mikut. Ademi alayhis salam për një gabim që ka bërë për një thymje të urdhrit, kohë të gjatë ka derlëp. Davudi alayhis salam thuhet se 40 ditë nuk ka ngrit kokën për sejdës nga mekati dhe nga gjuraj që një gjura që ka bo, mekat që ka bo. Derisa banë dhe dua dhe lutje o Zot, këtë mekat ma mundësat më shënohet në dorën teme që ta kujtoj mekatin edhe gabimin. Kështu ka kërë ta njërës të mëdhej dhe ta burat mëdhej, dhe për gjenerat është më vonë shem, ka pas për atynëve që kur shkon të në venin, që u kujton të që ka bënë i mekat edhe gjenerat, u mërzit të shumë. Por mos haro vllai nderuar, përgëzim për ty, nëse je nga ata që ti mërzitesh dhe shqetësohesh për gjunahet tuaja, për gabimet tuaja, nëse je nga ata që thu valla, ndoshta unë me gjunahet që jam ty bërë çdo ditë, ndoshta unë se meritaj mu bart në këtë tokë, dije se don Allahu azza wa jalla. Sepse nuk jam mundëson gjithkujt Allahu me i thënë të fjalë. Për të si që ka thënë Aliu radiallahu anhu, idha alhem al-abdu li istighfarin, faqad ghufira lahu. Nëse i kujtohet robi që ka bo gjuna, ka bo në i gabim, ati në fakt, ja ka falë Zoti gjunahin, ja ka falë gabimin. Pse s'ja kujton gjithë puna, se dikush thot, hajt se ka kohë, hajt se ka kohë. Dërsa nëse ti nga ta që vazhdimisht kërkon falje, i lutesh Zotit o Zot fal, o Zot, shpresoj mëshirën dhe rahmetin tan, dije se don Allah. Lusim Allahun që Allahu më na mundësu që gjithmonë kur të flasim drejt, të flasim fjalë të mira me gjuhën tonë. Lusim Zotin e Madh që të na ruaj nga çdo sprovë, nga çdo bela e kësaj dunjaje. Lusim Zotin e Madh që këtë dunja me mbyll ashtu si Zoti është i kënaqur. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft.
Allahu na bashkoft në shkallën më të lartë të xhenetit, shkallën e Firdausit. E themi këtë që në dëgjua, aqulu ma tasma'un,